Ishim për të lindur, vjen aty, i pirë të ras, vjen dhe kërkon dhe marrëdhënien time. Sot, të vëdove. E udhudha poshtë me pak fjalë si një fundurin. Ish vjera ime, kishte të dashur motra ime. Ne vëni gjithmonë që të ma sillni mbojnë dhomën time. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhën në këtë video. Jeni live me Odetën. Videon e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi, do të lidhemi me një 34 vjeçare, e quhet Lorena Çela dhe është nëna e 2 fëmijëve, një vajzë 12 vjeçë dhe një djali 10 vjeç, por të 2 fëmijët i ka sjell nga 2 martesa fatkeqësisht të dështuara. Ndërkohë kjo nën tregon se është akuzuar rënd nga 2 partnerët e saj dhe sot ka vendosur, ka marrë guximin të hyjë këtu në live me Odetën për të treguar të vërtetën e hidhur. Kështu që hap dritaren dhe ftoj menjëherë 34 vjeçaren për ta dëgjuar historinë e saj. Lorena, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje motra ime. Të falenderoj njerë me të gjitha që më pranove. Dhe të rëtë gjithë të mërë dhe kësaj bote, në gjithë shke për zemër. Atër unë po e nesë shumë. Po nesë nga fillim dhe në fund. Do të dëgjoj me vëmendje ditën e sotme. Në një vlecëri, fijohen për në vlogë. Atje marrin të vogël, si gjithë familjarë që kërkojnë një gjë më të mirë për vajzën, prindrit, isha shumë e varfër. Dhe lidh me lajmësi, në mbledhërim me pak fjalë për në vlorë. Sa vjeç ishe? Aty me pak diku të 18-19 vjeçë, po thojse. Po. Atje me pak rifilloj të blinde një vajzë, mes shtatzan me një vajzë. Zotëri në fjalë, nuk kam kërkuar kaq kohë që të bëja celebrimet të regjistroja blatin tim. Nuk u bëja mundur. Mu larguan sa kohë. Unë nuk isha pa gjendje ekonomike, nuk isha. Kalova shumë në depresion. Familja s'kishte, prindët të sëmurës, dhe mos i madh që sot si jeton me, edhe shumë gjëra të tjera. Okej, e marrim vajzën, e çojmë atje. E takoj vajzën, zonja Ish Vjera Del, bravo i qoftë, shumë falenderit njerë, se nda jo u largua dhe unë u largova në mend, se këte ka emigracioni më, po s'pate letra tu je vdekur. Una nuk kam punuar gjithmonë, se jam pa letra. E qartë, por... Unë tani po bëj letrat. Më lejon... Dhe tani me letra... Më lejon të bëj disa pyetje? Në eshtrat e vllajt që kam mur 25 vjeç, kam qënë e beson se thjesht kisha po s'kisha bu. Në rrim e mora. Dhe doli zë Ish Vjera ime, doli, ka folur si njeri e falenderoj shumë, se mënyrë të folur dhe prapa jo më thot keqe nën, okej, kuptuan nga bimin, pavarësisht se u fut dikush nesh, fëmijë, unë nuk dija e pa dal, u fut dikush midis çiftit, domethënë midis me dhe X-it, ish burrit, ish partnerit, parë, e u dhodha poshtë me pak fjalë si një fundurin. Okej, mora të filloja. Çfarë ndodhi me martesën tënde të parë? Pse u ndave me burrin? Sepse dikush ish kunata, ish nëse e vëjta dit, i hyri në mesin ton me shumë fjalë dhe o kisha ditëlindjen e gocës, më dhe goca 1 vjeçe, vin prindërit për të më marrë si që ishte atë djeti, se kisha 1 vit pa shkuar në anatase. Pa regjistruar akoma vajza, pa bërë celebrime, do t'i bëjmë, asgjë në sheshtë. Kur sa më ri në shtëpi, bie telefoni. Thash, Allah o Zot, çfarë ka ndodhur? U trema. Dhe tani dridhem e gjitha ditë. Okej, ti thot, ke bredhur, thot, ke vjedhur, thot. Absolutisht, çfarë thuaj thash? A di çfarë thuaj thash?
Qofse unë i kam bërë, hajde më shikoj, thash. Qofse unë kam marrë atë, nese, mbeta shumë keq, parë për kraje, prindrit, dhe po më keq. Nuk kisha gjendje ekonomike ode. E marrim e dërgojmë vajzën, sepse ma kërkuan, kemi bërë, neve nuk e prure mbrapa. Pra, ndarja me burrin e parë e dashur Lorena erdhi për shkak se ai të akuzoi që ti e kishe tradhtuar dhe kishe vjedhur në shtëpi. Po, gjithmonë përmjet nusës lajtia. Kupton? Ajo është besimi atje. Por për çfarë të akuzoi? Sipas ti çfarë kishe vjedhur ti në shtëpi? Ku t'i gjohën o modra, as vetë se di, as sot se kam kuptuar se qarë, as vetë dhe sot. Sa vite qëndrove? E dashur Lorena, 3 vjet. Ti qëndrove 3 vite me burrin e parë. Po thuaj se. Po në ato 3 vite, si ka qenë marrëdhënia jote me atë? Largësi o dhe ta, largësi. Pse, ai ishte... Shumë largësi. Largësi ishte larg teja, apo largësi nuk të dhuronte dashuri? Ajo, më të fjallë. Më duke se kishte person tjetër, bilte gjithmonë person, rrja në shtëpi, nuk kishte fëmijë, aty që kam dhënë dhe i gjirin tim ajo deta. Edhe i gjirin tim e kam dhënë për ata fëmijë. Kam dhënë gjin, djalit vllajta tit dhe djalit motrës tia. E qartë. Rregull. Dua të bëj një pyetje. Në momentin që ti qëndrove 3 vite e martuar, bashkëtesë me burrin e parë në Vlorë dhe solle në jetë vajzën, përse nuk u bë celebrimi dhe pse vajza nuk u regjistrua? Ata i kishin do t'i bëjmë sot, dhe duke i thënë dhe vllai ju kur të bëni celebrimet, jo po s'kam po tani, po s'kam mundësi tani, apo ku ta di unë gjithmonë fjalët e tyre. Në momentin që ti vajtet e babai, ndodhi divorci, kur vajza ishte 1 vjeç. Pra ju u ndat. Kam qenë në shtëpi, kam qenë bashkë me vajzën. Po. Ata kanë marrë telefon. Vije sepse goca ato ditë ka bërë 1 vjeç. Po pra, Dhe vetëm për herë të parë, mbas kaq kohë mbas lindjes, nuk e shkoj asnjëherë. E kupton? Po çfarë ndodh? Unë derisa kam një vajzën edhe deri sot nuk do të thënë, derisa jam ndar me atë person, do të thënë që shkova te prindërit mi, unë me atë person nuk fjeta më. E kupton? E qartë. Është në shtëpi. Ti u ndave me atë, por çfarë ndodhi me vajzën? Pse nuk e mbajte ti vajzën? Por vajza përfundoi te babai më pas. Nuk kishte mundësi, modra, ajo i kishte që të gjitha, unë nuk e kisha. Më kërcënuan. E kupton? Kush të kërcënoi? Se e ti, njerëzit e saj, se ajo është me gjërat e saj, nuk e di se çfarë ka. Shteta nuk e di, se kështu është, aty në Shqipëri duhet lëvizi kjo, apo jo. Se pas lëvizje kjo, unë më them sepse unë rrava me ato pjesë. Pas ndarjes babai të kërcënoi që gocën ta rriste ai, ta mbante ai, jo ti. Ish vjera. Dhe ti ja dorëzove vajzën? Ish vjera ime, kishte të dashur motra ime. Ne vëni gjithmonë që të ma sillnin mua në vëmën time. Kupton? Tani të lutem se po më shokon. Nuk mundem me, Odeta. Nuk do t'ja di tani se çfarë do ndodhi. Sikur edhe të mbyll syt nuk më intereson me. Por Vjera e kishte burrin? E kishte burrin? Jo. Mirë, s'ka ndonjë gjë. Po mirë. Ishte punë të saj, nuk është se më intereson. Asaj ka vdekur bashkëshorti, ka gjetur një partner të ri, tani nuk është një çudi e madhe kjo gjë. Nuk quhet tradhti kjo gjë. Kohët e fundit, si të thash, ajo e kuptoi gabimin e Vjera, të thash doli tek ajo zonja, flet me mua dhe më thret akoma biri nënës, nusja e nënës, akoma, që se s'beson ta marr tani në telefon ta dëgjosh vetë me veshët e tua ose ballë për ballë teje, që ajo qanë dhe edhe sot ish Vjera ime, dhe sot më thot biri nënës, apo të qaj hallet me mua. Imagjino e pak. E dashur Lorena, e kuptoj. Tani unë dua të të bëj një pyetje. Më thuaj. Ti e ke pasur ti vajzën, fillimisht, ajo ka qenë 1 vjeç. Por vajzën nuk e dorëzove ti te babai. Vajzën, unë dua të jem transparente me ty. Kam kaluar gjë në shoku. Ti e ke braktisur te shinat e trenit. Vajzën, dhe ai është bërë lajm në atë kohë. Jo,
Jo. Atë po them që bëri gabim zonja. Po, lajmet janë dhënë në të gjitha televizionet dhe unë e kujtoj mirë historinë. Atë po them pra. Dua ta dëgjoj nga goja jote. Çfarë ndodhi me vajzën? Ma shpjego ti. Vajzën, unë kaloj në gjendje shoku. Derisa për pjesën që thanë ata, u tramaksa, ku di una, për herë të parë do gjera fëmijë, dhe mikën gjithë kam patur shumë problem. E kanë marrë prindërit e mi, vajzën, e kanë quar në shtëpi nëna ime, xhaxha im dhe baba im që sot nuk jeton më. Me mirë kuptim, zonja kishte vënë policë rreth e qark. E kupton? I zhvjera. Dhe unë kërcënosha gjithmonë që të sillja vajzën lart, sepse unë vajzën nuk e kisha bërë, ja kisha çuar në mbrapa, kupton çfarë po them? E qartë, e kuptoj. Pra ti po tregon që vajzën nuk e braktisë të shinat e trenit, por e çove te babai. Bravo. Dhe prandaj zonja i zhvjera ime tha që unë e kam me vllap dhe sot atë. Kam bërë gabim sa që u shprehova ashtu tha. Sepse unë theva paka shumë, që direkt e kishe marrë vëlla im telefon pse nuk tregon të vërtetën ti. Vëlla im i vogël. Më thotë motër kështu. Por si ka mundësi? Vjera juaj e shpiku gjithë të histori që doli në media, që nusja e la vajzën të shinat e trenit? E shtynte nusja djalit tjetër. Këtë lloj muhabeti. Ish kunata jote. Donte ajo. Bravo, pse si do mirë të fëmijët dhe sot ajo është larguar zonja në fjalë. Ai që ishte atje ishte larguar, është në punën e saj. E kupton? Por pse i shkunata? Ka zot lart në qofse Odeta Modra, ka zot lart kur i bie një personit pa fajshëm. Ka zot lart, apo jo? Siç më ra në qaf, ashtu i ra dhe asajt. Por, pse i shkunata të kishte kaq inat dhe u akmor në formën më të keqe? Zili sepse ish vjera më donte më shumë dhe isha më pastër dhe më rregull. Nuk flisja, çfarë shikoja nuk flisja. Shumë gjarë dhe nuk flisja, nga ajo më donte më shumë. Ish vjera dhe kishte zili. E qartë. Zili nuk më donte. Sado që unë i rrita djalin e saj. Djali e saj më thretë nën. Nuk i kam lënë një janë, kam dërguar vajzës time, i kam thënë, zonja Vali, bliu dhe atyre se gjuna. Bliu dhe atyre se jam nën. Tonë. Mas 6 muajsh, ndarjes të kësaj të vajzës, lajmësia për në fshat Berak. Nuk dinin, xhaxha im. U martove për herë të dytë. Nuk se xhaxha tim, ish vjerën time, ish në atit person që isha aty tje. E kishe kushurit parë që xhaxhaj. E kemi fjallën për besnikun. Bravo. Për mua nuk, as do t'ja za emrin. Okej, shijohem, mire bukur në gusht, martojnë bin tetor, bas 2 muesh, bjesht të zanë. Në nëndorë unë më reshtë të zanë, në djalin. Gëzimi pa parë, për mua. Dhe pa më thënë asë njëri kam thënë kaqë, unë do t'i dhe emrin e qyteti, babi tatit është. Për respekt, vjerin e kisha të person. Vjerin e kam patur person, ishte shumë i mirë, ishte ndryshon të shumë nga ta tjertë. Okej, filloj dhuna, filloj unë qaja drumë me spat, në fshat, 7 sanë. Kushtë ka të nuar? Jo, më shbarkun të goja. Të mua, eshe. Kushtë ka dhunuar, bashkëshorti, besniku? Bravo. Ti po tregon dhe po denoncon që partneri jot i dytë të dhunoj. Kur nisi dhuna? Sa vajte nuse? Kam gjënë 6 muajshe. A i shkonde pinde, ishim ndarë nga ata, prindit e ti të rritin në shpi më vetëm e më tanë, se ishte nati i shpi tjetër dhe vajtë ndetën ande. Filloj, i thosha prindit e tyre më nëzinte, këte je me cigare me gjitha më rrallë, dhe jati dhe ja me gjithoshin gjithmonë, edhe ja me vetë i thoshte, që ti si ishe për të martuar. A i ka qenë, kur është martuar me mua, ka qenë 37 vjeç. Unë jam 34, ja bëj pak llogari? Ti ke qenë e vogël në atë kohë. Bravo. 24 vjeç i vjetë. 25 vjeç jam ndarë nga X-i.
24-25 vjeç. Sa vite qëndrove me burrin e dytë? Afërsisht 3 vjet. 3 vite. Dua të pyes, për çfarë të dhunonte? Për çfarë të dhunonte? Do të si lindi dhuna me Pinte dhe me nënën e vet, dhe me motrën e vet ashtu sillon ai në Europë. Shante, ofendonte, duke më ofenduar, duke më shar nga familja nga gjitha. Ja familja ime e ka ndetur prompt, surrat aty, më fal për shprehjen, pisit. Pse nuk e ke denoncuar në polici, Lorena? E denoncuam mirë bashkë me familjen e tij. Jam lutur ata, jam kërcënuar nga ata që e nxora prap. E nxora prap brenda 24 orëve. Më thash se nuk i bënte më. Okej. Ishim për të lindur Djalin. Isha dhimbje, po. Nuk isha më falë, flasë si motrën, si men, si gjithçka. Nuk isha ura. Vetë atë natë, për të ndetur atje, më shtrua për më afër, mos bre sepse isha shumë larg, isha në fshatën e Beranit, Allambres. Më çoni me ime kunat dhe i mbla atje. Pastaj ngria zotrin që poshti, duke për të 500 vjera ime, duke ofenduar duke folur që poshti. Jo po ka shpejt, jo po kështu, jo po ashtu si i kanë gjithë njerëzit ato. Okej. Vjen aty, i pirë dras, nuk të shkojë të më sy, dhe shoqet aty të dhomës, apo doktorat e nxori njëra për jashta, erdhi përsëri duke bërë sherr aty, vjen dhe kërkon dhe marrëdhënien time. Po të natë aty. Aty i ka thënë një nga shoqet e mia, burri saj, që ndihmon të ngrihesh personin në fjalë se nuk mund të ngrihesh në regjim shtrati dhe ajo. Unë edhe sot më jo deta është emstra të dy vllaj që nuk di ku ka varin, apo nuk di çka kemi futur në tokë. Nuk e besoj dot që djali im është gjallë. Nuk e di se si kam edhe djalë, nuk e di. Po si Nuk e di, nuk e besoj dot. Tani kjo është e tmerrshme, ti dole nga spitali dhe vajten mbrapa spitalit për të kryer marrëdhënie me burrin, se kjo s'ka logjik. Jo, më ka pelesh koke, zvarr. Pelesh koke, zvarr. Po tanë rospi e bje fundurin do të marrë ku dëgjon, duke më gjytë me grusht apo me shema. Apo dhe fikët që kam rënë nga i këtu në Athinë, do të tregoj. Pas asaj nate, ti shkove në spitalin dhe djalin? Vim, nuk liz, vim në shtëpi, më ka sjell në shtëpi të vllai. Se s'po na prinonte me spitalin, nga gjithë që u gati, a sherri. Vim të vllai im po përsëri moral. Ja, dhe sa më rrinte mbrapa, duke më kërcënuar, që mos i thoshe gjanusës vllait tim, apo vllait tim. Mos të flisja, se më thojtë ma qëti këtu. E ke këtu më dhama. O, ti tha o familja jote. Kjo është e tmerrshme, unë nuk e di se si ke qëndruar, ti mund ta denoncoje nëse kjo histori është e vërtetë. Motra jote kishte frikë. Të thash nuk kam hapur gojën përmjet frikës. Se s'doja të merr jam qafë, se nesër pas nesër ai djali im, do të thosh dalë me mami? Ç'a bëre ti? Baba im ai. I miri keq ishte baba im. Si do të përgjigjem djalit? Jo, po nëse ai është i baba dhunus, duhet ishte pas sekurave. Këto kam menduar të gjitha me radhë. Okej. Lind djali. Po djali ka qenë 6 muajsh, ai më ka marrë në Greqi, ndeta. Po. Ja kam hequr gjirin djalit. Pa hequr gjirin djalit 6 muaj djalit dhe kemi lënë të mjerra. Të nënë e vetë. Kemi qenë në Kallabaka dhe më rrifte dhe mua. Derisa thoshte ajo Greqi si ka mundësi që rriti me te në Frika. Frika kam ndodhur me te. U zoti më pronar, shkuan, ikën nga atje, vajtën tek një person që kishte njohur që pinte me atë. Më tutje, na mbroj penjën na. Pastaj, nisemi qandi, vim në Patra, na fliu të Patrës. Te tezja e vet.
Dhe ajo i fliste, ke marrë gocë të mirë, qaj të bëm përse e rreth të degenerat. Po, më falë për shprehjen, flisja muri se po të gjonde. Shere me tezën e vetë. Televiz, lafe, shandet e jemë. E dashu Lorena, por nuk kërkove ndihmë te familja juaj, te familja jote, të thoshe që ishe në kushte të vështira me një burr dhunus dhe duhet të ndaheshe, të largoheshe nga ai. Nuk kam hapur gojën, vetëm për të gjëra nuk e kam hapur gojën. S'kam se të gënjej. Do gënjej sot, por nesër mua më bie mua në kokë. Pse? Po çfarë ndodhi me jetën tënde më pas? Flisin njërë është djali në gjumë, njërë shumë, po nëzirë me mama të shikon telefon në djali, pa është në gjumë, po ku ta di unë. Zjet me tezën e vetë, shërë me tezën e vetë, më rreth dhe mua më degeneron aty. Dhe nisemi tek motra e tij në Luçat Athenës. Aqë shumë lëndë. Djali bënte në gusht 1 vjeç. Në shumë Valentini. Okay. 14 shkurt, shumë Valentini, dhe ikse në fjalë, del, drast, u kthej në shtëpi, më kishte bler gjoja një telefon me kamerë, një varse, dhe më përzëglim gjoja për të mbuluar pjesët nga bita, por dorën ndaj meje, dhunën ndaj meje. E te ora 4, mos dite, zemra ime, dashuria ime, ku ta di unë, i pirë boti. Si flisje do, po mos flisje pse s'flet, më falë për shprehjen, pse s'flet, se nuk flet. Po ti flisje pse flet, më falë për shprehjen, mos fol. Dalim gjirë mes në buzë detit, që i dashuruar i shefit, më thonjë za, personi, unë nuk e di, se si jam gjallë sot, dhe si nuk jam rrugë vetë botës sot. Pas në nëjtë cep kanali, pas në nëjtë cep rrugë. Sot, të më gëndove. Qetësohu. Pas 5 minutash kalon një gjipi i zi, para keme të mjë dhe tjetë. Lorena, qetësohu. Të ka qenë frika me madhe jetën time që unë nuk ka folër dhe sot. Zbresi nga mëngina, me maska, dhe duke më thejë që ti qëra është koha peshku, dhe unë një fëmi, i thash, unë e ka burin tim dhe nuk ka të muaj për të tjerë. Dikush ka më ngrisë që boksin dhe më rëzonë në tokë. Kam vërtitu sa që kisha fuqi, fat, i imi, edhe familjes time që unë nuk jam rrugëve sot, apo të cep kanali e humra, apo e vdekura, apo të diuna. Kalon një qiftë drek. Këti një qifo, mos tjetë si dita e të dashuarve. Kërkoj dim, në dimojnë, a i më lënë si fundurin aty, o dhe ta, nëse me i këtë dhe ta. Këthet, shkoj në polici në gjohë, nuk e dija, me morë në shteti, drejt mori të motrën e me që në ati, një për të lutën fale, po me, po më këta di unë. Okej, tash hajtë se s'ka të gjë për edhe në brijë të fëmijës, më më në me në fokës për qajnë piklonë të gjiri. Isha dhimje. Por këta persona... Nuk më në një të gjeri. Shkoj në polici, ta i gjuhë nuk e dija, ka ardhë mona e vetë në kamër, fale pedhe. Por pse këta persona që doni të trafikonin... Më kishte marë personi që unë t'i ikja. Më kishte marë a i. Por këta persona, burri juaj... Se për te në Greqi tani.
A kupton? Jo, dua të bëj Pasaportën e parë ka zotëria. Dua të bëj një pyetje. Këta persona që donin të rrëmbenin dhe të trafikonin, i kishte futur burri juaj? Nuk bëhet fjalë. Derisa i hiku me ta, sa mendon tjetër ti? Se unë s'te mendoj, s'te do gjë tjetër. Po si u ktheve ti tek ai burr? Si u ktheve ti tek ai burr? Sepse më kërcënon dhe frika. Kërcënojsha, mos e hap gojë. Nuk do të hup një diçka tjetër në familje. Se më them dhe shpirti, e më them shpirti akoma. Okej. E falë, këthem pas 3 ditësh, po, e njëjta gjë. Vjen aty, jeta ime, dashuria ime në thojza, thash ti ke fytyrë, thash mua, më thosh dashuria ime, jeta ime. Kur ti më nxore, thash, më tha morë se s'ka gjëra se loj ishte, tha. Thash qa po thuare, thash, ti më lesh mua, thash si fundurina, tjetër se kësa stikësh. Nuk ka gjë jo, tha, mua se loj ishte, do të qoni me ndoj vend, tha, po që si kishe parë, tha. Po ti Ultramax e kont me ata u tremë, tha. Tash më tjetër kur vjen tash pa të gjëra tash nuk vjen me maskë tash. Me çka kam parë në televizor tash. Se n'ishte bërë një vaki, tash më bëhet tani tash. Kam marrë vllai im telefonin, vetë kam qenë në spital. Jam në vllai vogël isha shtatzane, më kam dështuar. Pse se nuk do të shënë asmëriva. Nuk do të mirë jam qafë bësha shkaktare, unë për to lloj gjatje për duroria këto. Këto po më durorin që të gjitha. Edhe kjo. Por mos bësh shkaktare asë një lloj pjesës, se mëdhes dhe kisha familjar. Unë t'i thosha, nesër pas nesër largë, nëse diçka, qa t'i thosha unë, djalit vllajt, apo nusës, apo do t'i unë. A do në burrin e saj, djalit do në baban e vetë shtëpi, apo se shu. Por, çfarë ndodhi? Si u ndave ti me burrin e dytë? Atëherë, shkoj në spital, thjesht tash, shef me mbam, qa ishim këto për të bërë. Më ndihmojnë gjiton të atyja, atë e godas me shishe një shishe godas sa për t'i marrë mend që bjen top, ai që t'hikja, aty nga shtëpia e motrës së vet, më ndihmojnë ca shqiptar, ca greku më gjon, ca i kuptohet, ca si kuptohet te greku mira as vesh, as po, as jo, as gjë, as i fjalë. Nuk kishe shqiptar, ishe një shqiptare nga Saranda që nuk do të harroj sa të kemi jetën. Ajo bën nën, baba, motër, vlla për mua në ato momente. Gjithçka. Okej. Përse një modrë të atia. I gjej mua betën dhe i thalë të kishë. Gjësë në që përfundimin pasaportës. Parë sa gjera, si e televizor të madhë gjera. Nga motra e vetë, që e bën për familjen e vetë, po dhima. Raca me ndryshë unë kisha njohur në jetë, ata e ishin motra. Se dolën dhe... Në jeshtë 20 ditë e ka dhe ta. Në 20 e bam, apo jo. Pra, nga ky moment... Shumë kemi një malagatë, në shumë të të. Nga i momenti u ndave, e godite me shishe partnerin tënd, dole nga shtëpia dhe u largove. Por, ku shkove? Në spital, më mojnë Sarandjotja, aty më ndihmoi dhe gjitha më mbajti më sa kohësh, vjen i thotë. Ish punatës time, ish motrës personit. E thotë që kështu filava, thotë, është të shtëpia ime, hajde i vjeni mua betët, mos të marrin vesh lezët e saj. Mos i kini mua betën më ndryshe. Okej, vjen ajo me gjithë. Burrin e 10, 12, 15 sa e ka të greku, nuk e kam iden. Nuk më bëm për shtypjes beqa dojnë, as më intereson. Dhe nisem për Shqipëri, gjej mua bet 2 ditë rri, po tek shtëpia e saj bashkë me X-i në fjalë. X-i rri fli në salonin flia në ande nga dhoma tjetër, mbyllur dera, e iq me mua. Zbresa të tek stacionet të buzave në firë, tek që të vëj, po është stacionin. Më falë, nga Greqia. Zbres, ka që në ora 4 mëngjesit, ishë në 2 vletrit e zotëris, asë një për tjetër nuk më takon, asë një ka në më konat, asë që në erë dhe mirë më konat, heq fare. Okej, vetë shtëpia vdeku për gjumë, se kisha, sepse vetë dhe largët, e thonë 10 rrugë, dhe gjë që kisha, që mos në marrë njëria po frika, se të viqet koka, kjo ishte fjala.
Vi në shtëpi, bëj një dush, djali ishte i ngjyrë vetëm sa për t'i marrë aromë. Kur ngrihet djali shpallet o det. Shpallet. Temperatura 40, nuk ishte bjerë vendi, zbriste. Nuk më qaste. 1 muaj e gjysmë mua djali nuk më qaste o det, dhe u qaste. Pik lodit o det nga gjiri. Akoma s'kishte ikur. Qarë pik lodit. Se të kishte harruar. Se nuk e kishin thënë ata. Vjera ime, ish vjera. U kthehet motra që vete tek shtëpitë që unë kishte shtëpitë e vjetra, që unë kisha qeria bashkë me X-in si ishte ta dhe dje, kam gjetur diçka kaq, mes kravatit. Mes kravatit tim me atje. Dhomës tonë në gjumit. Ishe bashkë me një vjerë, shkoja hapë shpinë atje, lavë, si që kam në shtëpia kur është e mbyllur. E thash, mama, çfarë është kjo? Unë të kena dha mos e ka thënë, mos e kam lërë, tha, e kam bërë tha për besnikun, tha që të lëri rakim, tha, të lëri pjetë. Para me mret. Ata i kishin bërë lojrat, po unë nuk kisha kuptuar asgjë. Por gjithsesi ti e ke fjalën te magjit. Jo vetëm ajo. Okej, hajtë, flisa me te, ata nuk e pyetën as tujtë as tujë, punove, jo s'punove hiç fare, për gjithmonë me fjalë, gjithmonë me punja. Jo ai si ishte përmatuar, e përtisi për te, jo prave të tjera, se që kishin. Vjerin e kam bërë shumë të mirë, ta themi gjithë, ai ishte tjetër person. Nuk ishte me tasa, do që i fliste, vend e tyre kush të gjona, ishte ai usëmur, psoj i frak në zemër, pse se më pa mua me si të nëzirë. Dhe unë baja ple, 3 javë shelirë, baja ple me pelë që shkoja ozive, e nëzirë dhe flokët e mja ishin, më farë për frendej poshtë, në fund mesit dhe i maja flokë për para për mos më parë njëri. E dashur Lorena, Martoj ti me motrë, ishte tu, shikondur baba i thoshe që ka, dhe më një ki je, e thoshe kam rënë nga pela, kam rënë nga udhiri. Po ti pila po kam rënë nga udhiri. Dhe kur kam të qenë dhe krushk, thjesht mund të merë gjysë pudre, i nësës këtu, se isha krushk. Dhe shikonin njerëzit shenjat e mija. e dashur Lorena, nga momenti që e kuptoj, ai të ka dhunuar dhe ma tregove gjithë historinë. Pasi u ktheve nga Greqia dhe sa qëndrove me besnikun dhe u ndave përfundimisht? Besniku ka qenë në Greqi, mua më ka treguar vetëm. Vetëm më kam pritur më kam pritur pa ngrojë fare, pa i përkëdhele, me pa fjalë. Hiç fare. Zarë se ku erdhi një fundurim. Asë një se erdhe, asë tuti mona të pleqë, bëmë makinë dhe dajtë jasër. E vemi atje, në shtatorë martoj motrë, në maj më ndarë. Që thajnë që gjua më zemë me person privat, jo motrë ime. Aji ka merituar më trafim, po unë nuk e bëra, sepse mbajta nderin e vetës time, familjes time dhe të 2 fëmijëve që unë kam. Vajzës dhe djalit tim. Ishte djali sëmur. Shumë sëmur, po dhe ta me brytë dhe temperatura 40. E kompresa me gjitha. Dhe aty, po, marrëm tani qurin me 40, ka që me gjinohet ti, që qurin me 40, ti me brytë me tera, qurin me 40 temperaturë, merë ti që qurin në farmacia. E si me nëndanë. Merë që farmaci në kutalli atje. Asë e farmacia afër. I ku kjo pesë. Vim prapë shtëpi. Djali të natën. I marrëm telefon. Atë natë, më thënë, jo e natë, pa jo ditë më saktë. A qenë duke të dhirë në gjesë, duke të vinim berat në Foriza. Plani ishte berë motra, po unë nuk kisha kuptur asë një gjë. Dhe mua aty në gjiton, po më thoshë rumë, se nuk po i qykoj mirë. Ty diçka po të panoset nga këta. Okej. Vjen, kisha ndezë sotë me zjarit, kalon unati madh luli për para, pastaj po thot X-i,
I vogli. Ta shumë foto bravo, shumë e kisha tru. Jo, tha më hyrë ti. Në ato momente, unë jam goditur. Mrapa kokës, kam rënë gjysmë trupit brenda, gjysmë trupit jashtë. Më marrin një godet, më jeni në bagazh makinës. Më marrin, thash, në godet. Më marrin bagazh makinës. Me në bagazh makinës. Më qërë dhe shpit më kanë. E më imen që më kanë marrë. Me djalin, e kam lënë. Më kanë marrë djalin, më kanë marrë telefonin që kisha, më ishte blerë, ishte personi, besniku. Pesin e shpis, lekë që kisha me vete dhe varse gjerë që unë kisha. Dhe përsërin bagazh makinës. Më kanë në i fshat qëtër në gjeshan. Me i parë roba. Kam ardhur, e humbur, nuk dja ku isha në ku po shkoja. Vjen, kur hy, dhe në vjen afër shpis, që avë, deri që më shkon një matë, po të bjetë fikë. S'ka mundësi të vlatin një bekë të gjara. Të nëzorin së fikim gjoja, unë e kam traktuar. Të pak të më thoj moja deta, unë bëj qefin e ti e shion. Ku shesht? Ku esht? Pra, pak unë da di dhe unë. Ata të akuzuan se ti kishe trathuar vllajën e tyre dhe të morën të çuan te babai. Bravo. 18 ditë, modra edhe 18 ditë, 18 net. Unë nuk jam zënë nga gjumi, o deta. Më falë për shpërën pas shkuar asë në toaleta. Asë në një asë për asë gjë, e droguar komplet. Komplet. Hapet qyshi, i shkoj bashkë me gjithë babin edhe me gjithë flan e vogël. Leksa thonë nuk erdhën. Aty, zotria bashkë me një person nuk e di se qarë se shu është ku nuk del dhe nuk di, shtu është më dra. Nuk do t'i kuptosh do të gjerat. Më nëzirin për jashta nga, se unë po bërtisa shumë me zëtë lartë, për edhe unë të drejtën time, në ato momente, më nëzirin për jashta, djalin ja e apin për të vetë me në arsye personin, sepse ishte më shumë gjendje ekonomike ndaj me. Kjo është. Parë si më të njësësh këteja, në Greki 2018, e kam takuar në gusht, në një qeshor djalin, i kam dhënë 150 euro, kam qenë bashkë me nënën time, duke u pirë zotria në fjalë dhe më ofendoj, por nuk thash gjë, atëherë ishte festa e djalit. Edhe djalit gjallë për qafonën bën. Kemi folur odeta me djalin edhe me X-in, si kam hyrë unë këteja, edhe zotria një mbas me e ka hyrë këtej. Më shau odeta, më ofendoj, më digjeneroj ti te i fliste me mua, thoshte, hajde nisëm jetë nga para, i thash, okej, nëse ti i le gjithçka, të bësh person, po e nisëm për hatër djalit. E nisëm për të hatër djalit. Dhe personi vazhdoj më ofendoj dhe për i blok. Unë e gjej për mjetë një personi që është atje, në martuar një krush me pak fjalë. Është kushurira e burrit motrës time. E gjej, jem të më Lela se më Lela në plasë më shkurt, Lela se shuk. Okej, kemë për shumë herë, që nga në vend, nëna ime kur dilte, apo vëllezërit e mi kur dilin nuk ishte pa mundur ta shikonin djalin apo të flisnin me ta. Ishte pa mundur. Shifyri shkruaj, më shëndes. Unë ato kam ndruar në këto dreq, adresa se s'di as t'i hap as t'i bej. Që mi hapi shokje, se s'ma thot farë për telefon. I shkruaj, jam Filanka, përshëndetje, si jeni, flasin 2-3 ditë. E dashur Lorena, të uroj me zemër të bashkohesh sa më shpejt me djalin, edhe me vajzën, madje të marrësh kujdestarin dhe të jetosh me ata të lumtur, dhe më vjen shumë keq për gjithë historinë që dëgjova. Gjithsesi ne do mbetemi bashkë në kontakt, kështu që të përshëndes dhe të përqafoj nga Tirana. Shumë. Gjithë diamantët i pash në familje. Rosh. Mirë. Tjetër. Gjithë të mirat, mirupafshim. Ta është të më përqyrë fjallët jam i tip me pak fjallë, më përqyrë shumë vepra. Uroj të bëhet me mira për ty. Gjithë të mirat. Se ndëruar. Shumë falenderoj të Allahu. Mirë të dashurmishë, kemi ardhur në fund edhe për ditën e sotme. Unë ju falenderoj që ndruat me mua deri në fund të këtij live-i. Nëse dhe ju keni një histori për denoncuar apo keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram apo në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro, dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime
shkëlqyeshme, mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar, ku çdo paradite live ora 10 jam me ju. Faleminderit dhe takohemi nesër.